Shqipëria mësoi rivalet në Ligën C, ku u vendos në grupin C1, ku qesin do të përballen me Finlandën, Bielorusinë dhe San Marinon. Sfidat janë rezervuar në shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Nëse kombëtarja e mbyll e para, atëherë në play-off do të luajë mundësitë e saj për Europianin 2028. Sa i përket bilancit ndaj rivalëve, Shqipëria mund të ndihet inferiore vetëm ndaj një ekipi. Finlanda numëron 4 fitore kundrejt kuqezinëve, ndërsa Shqipëria vetëm 2 në përballjet direkte. Një takim tjetër është mbyllur barazim, 6 janë golat të shënuar nga Shqipëria dhe 8 të pësuar. Përballë Bielorusisë është një gol avarazhi i barabartë, 10 gola të shënuar dhe po aq të pësuar. Ndërkohë me 3 fitore jemi superior kundrejt 2 që numërojnë bielorusët. San Marino ishte rivali më i lehtë i mundshëm pasi mban vendin e fundit në FIFA. Bilanci ndaj tyre është pozitiv, teksa numërohen 13 gola të shënuar në 4 fitore të arritura. Sot në Bruksel u hodh shorti i fazës së grupeve të edicionit 2026-2027 të UEFA Nations League, një moment kyç për kombëtaren shqiptare që ka mësuar kundërshtarët e saj në Ligën C. Shqipëria u pozicionua në grupin C1 dhe peshkoi Finlandën, Bielorusinë dhe San Marinon. Kosova ndërkohë në grupin B3 do të përballet me Izraelin, Austrinë dhe Irlandën. Sipas rregullores së UEFA-s, vendet e para sigurojnë ngjitjen në Ligën B, ndërsa vendet e dyta mund të përfshihen në fazën play-off në varësi të formulës përfundimtare. Në këtë kontekst, objektivi i Shqipërisë është i qartë fitimi i grupit dhe rikthimi në Ligën B, si dhe ruajtja e një rruge alternative drejt kualifikimit në Euro 2028. Liga e Kombeve mbetet një kompeticion i rëndësishëm për kombëtarët europiane, pasi ndikon drejt për drejt në renditjen e UEFA-s dhe në mekanizmat shtesë të kualifikimit për turnet madhor. Një risi e rëndësishme e këtij edicioni është ndryshimi i kalendarit ndërkombëtar. Për herë të parë UEFA ka bashkuar dritaret e shtatorit dhe tetorit në një periudhë të vetme të zgjatur. Kombëtarët do të zhvillojnë 4 ndeshje nga 24 shtatori deri më 6 tetor, ndërsa 2 takimet e fundit do të luhen në periudhën 12 deri në 17 nëntor. Ky format i ri synon të reduktojë ngarkesën e udhëtimeve për lojtarët dhe erdhi pas diskutimeve të gjata me klubet europiane.